Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan kamilin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Besimtarët ndershëm, pra falenderojmë Zotin krijuesin e universit, i cili krijoi këtë gjësi me alametet e tij, e krijoi e përsosi në formën më të bukur sepse Allahu është shpikësi përmbledhësi. Sigurisht që ai që krijoi universin, krijoi edhe krijesat, njerëzit, pra përgjithësi dhe i dalloi nga gjitha krijesat me mendje, spikate ta. I bëri njerëz të xhallushëm që të ecin krenar sepse janë veçuar nga gjitha krijesat. Dhe tha Zoti në Kur'anin famlar, ka dhe flehel mu'minun, ka shpëtuar besimtarët, kanë shpëtuar besimtarët. Pse pas kanë shpëtuar besimtarët? Besimtarët kanë shpëtuar sepse ata kanë lidh një besë shumë të madhe. Kanë lidh besë, alaykum salam. Kanë lidh besë me Allahun xhalla shanuhu, krijuesin e universit, i cili i mban qiellin e mban pa shtylla. S'ka nevojë për shtylla. Kjo xhami ka nevojë për mure, për shtylla, kurse qielli jo. Nuk ka nevojë për shtylla. Ka kriju Allahu pa shtylla. Ka vendos harmoni në trupat qiellor. Ka vendos harmoni, po tash do thoni ju, kur është gjithë kjo harmoni në trupat qiellor, e nyje, në galaksi, po të njerëz, a ka harmoni? A do të ketë harmoni të njerëz? Normalisht që do të ketë harmoni të njerëz. Kur ata i qasen Kur'anin, e studiojnë Kur'anin me taban, me temel. Dhe ata që studiojnë Kur'anin, kur dihet se Kur'ani është zgjidhja për çdo gjë. Wa nazzalna alayka al-Qur'ana wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay. Pra ne kemi zgjedhur Kur'anin pra, apo librin tibyanan ala kulli shay pra, zgjidhja, solucion për çdo gjë. Dhe shpesh herë ka boti kur shpyetjem ka thonë, a ka zgjidhje Kur'ani për kibernetikën? Po sigurisht që ka. A ka zgjidhje Kur'ani për kompjuterin? Po sigurisht që ka. A ka zgjidhje Kur'ani për fizikën, kimin, matematikën, gjeometrinë, sociologjinë, historinë, me gjeometrinë? Po sigurisht që ka. Ky është libri im i dytë, domethënë e mora me vete sepse është, domethënë, Islami dhe ideologjia ka titullin. Por jo super mendojnë disa që ideologjia, se ideologjia është diçka tjetër, Islami është diçka tjetër, janë dy rrugë të ndryshme. Këtu ka shumë tema të mira, ku mund të gjani edhe si artikuj pjesë në internet. Për shembull, ardhmëria e takon Islamit, për shembull Islami dhe nacionalizmi, Islami dhe ekonomia, kriminologjia, Islami dhe idetë ateiste, Islami dhe demokracia, Islami dhe tregtia, Islami dhe drejtësia, Islami dhe i jashtëquajtur ekstremitet, Islami dhe prostitucioni, Islami dhe mjekësia, pra janë gjitha tema që janë sot aktuale dhe që, si ta them, njerëzit siç e tha Allahu në Kur'an, pra shumica e njerëzve janë humje. Me përjashtim të atyre që besojnë, pra ka deflehel mu'minun, pra kanë shpëtuar besimtarët. Pse kanë shpëtuar? Sepse ata kanë vendos të jenë në shoqërinë e good boy jo bad boy, pra në shoqërinë e djemve të mirë e jo djemve të këqij. Pra kanë vendos me kanë shoqërinë oportune, shoqërinë shpresdhënëse. Muhamedi ishte optimist. Ju jepte shpresë njerëzve për punë, për jetë, për aktivitete, për zhvillim, për gjallërim. Dhe jo hyt dil edhe se merr vesh njëri shkon ka ndodhur këtë personalitet. Islami është me formu personalitetin e njeriut.
e griti lart njeriu te Allah në Kur'an laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Ne thot e krijum njerin, e ngritëm shumë lart thot Allah. Andaj ky njeri s'du t'ja fus gjumë, as s'du t'flet gjumë. Është orë për një mision këtë botë. Thot i madhreshmi në Kur'an, ja ejuhel mudaththir kum fe endhir. O ti mbuluar, zgjohu, nuk është momenti për të fjetur. Nuk është momenti me flet gjumë. Nuk është momenti për të fjetur gjumë. Në këtë dunja, në këtë botë, ke ardhur me mision caktuar. E cili është ky mision? Me adhuru Allahun. Por adhurimi yt mos me kon vetëm adhurim, por me kon edhe prodhim. Më thoni ju çka është kjo fjala prodhim? Prodhim është me ta po hajrin vetja jote mas pori, pra, me i bë hajrin veti mas pori, pastaj edhe të tjerëve që të rrethojnë, edhe komunitetit në përgjithësi. Për shembull, tash po flasim për seme konkret, po zbresim jargonin konkret. So po nesh i kena shku me pastru një xhami ose këtë xhami. Ha? Punë është edhe kjo, me pastru xhami. So po nesh, për shembull, kemi kontribu, dikush me marr drejtorat, dikush me marr me dy xhami, dikush me bë këtë, dikush me. Edhe kjo është prodhim, kjo është prodhim. Por është njëjtën kohë dhe adhurim. Sepse po bën investim në Islam. Në 3. Pika numër 3. So pe nesh ja japim hapun në xhamis. Se po me që jem xhami, po flasim për xhami. Nëse jem në universitet, mund me fol për rregullat universitare. Kur të jemi në punë, flasim për rregullat e punës. Kur jemi vizita familjare, flasim për organizimin e familjes. Edhe këto mund biseduan në xhami, se gjithsesi jeni në për këto dikastere të caktuara. Mirë po njëherë po flasim për xhami. Xhamit i ka përmend Zoti në Kur'an dhe ka thënë, xhamit janë vetëm se për me përmend Allahin xhaleshanuhu. Pra vetëm se për me përmend Allahun xhaleshanuhu. Islami nuk është petk, nuk është rrugë, nuk është izar. Islami nuk është mask, fasad. Islami është katërcipërisht. Islami është edhe ruhanijet, është edhe batin, brendësi shpirtërore. Po Islami është edhe dhahiri, mu shqiptu me gjuhë dhe mu deklaru pak, mu fetar pak herë Islam, të jesh në xhami. Ne e dim se sot është e xhuma, është ditë e veçantë, që thot Allahu në Kur'an për këtë ditë. Ja ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati fil yawmi al-jumu'ati fas'u ila dhikrillahi wa dharul bay'. Thot i madhreshmi pra në Kur'an, o ju të cilët keni besu, kur vjen dita e xhumë, lënë tregtin. Lënë vallahi më tregoj një dashamir, më tregoj tha për shembull jehudët, çifotët që janë hebrejt, kur ju vjen ajo dita e vet për me shku me tubu me bëj ibadet, i shkojnë te dugoja shokit vet edhe i thon aty që janë anëtar, mbyllë dugojnë, mbyllë është ditë, si më thonë në ditë e gjumon, ja bojnë bajat derisa soi detyrohet me mshen punën dhe me përmend domethënë te vratin ose atë librin që kanë në vetin. Fenë vet. Dhe kum di, nuk kum li e di. Na kemi fenë tonë, ata kanë fenë vet. Sigurisht pra, ky din, kjo fe që është dinun nasiha, është fe e këshillës, sigurisht që kërkon organizim, por edhe jeta e besimtarit kërkon organizim. Organizimi i jetës besimtarit duhet të jetë pranë të sintagma. Pra pika numër 4 është kujdesi ndaj xhamive. Xhamit pra janë, si thot Allahu në Kur'an, janë vetëm për përmendjen e Allahut. Ala bi dhikrillahi tatma'inna al-qulub. Pra me të vërtetë me përmendjen e Allahut, zemrat freskohen, kënaqen, rahatohen, qetësohen. Na këtu vim në xhami, për çfarë vim? Vim me mu qetësu shpirtnisht. Edhe me marr dije nga Kurani, me shkrim. Pra me shkrije, me nxjerra ajka Kuranit e ka shkruar një dietar islam i njohur, Ibrahim Dalliu është quajtur. Ka qenë shqiptar, ka shkruar një vepër madhështor, ajka Kuranit. Pse ajka? Keni pa kur janë nxjerr njëri harxhin ose diçka flyni, të nxjerr atë.
më të mirë që e zjatë më thonë, brumit më të mirë. Edhe ky din dën musliman me brum. Dën musliman me brum. Si me brum? Mos me fol kujt ja do qefi, dhe qysh ja do qefi. Tu e keni imami, dhe me thonë hoxhën e kësaj xhamie, është djalë shumë i mirë, është djalë i talentuar, i kënushëm si thonë shëntën e hirshit. Edhe ti do të më shku fjalën se ky e difen, ka mësu, është zanatlin qatë profesion. Edhe ju nuk bën për shembull me dhon qysh ja do qefi pa u konsultuar me ta. Kullukum rajnë o kullukum mesulin an rajatihi. Çdo bari është përgjegjës për tufën, për tubën e tij. Bariu i mirë e mbledh edhe tufën inshallah, edhe nuk e lën me humbër ujku. Nuk e lën me humbër ujku. Dhe ju imami është sikur puna e shqiponjës. Krahët e shqiponjës, a di kush janë? Janë xhamati. Xhamati do të më dhon krah imamit që me fleturu det, me hec kollaj. Pa ndimin e xhamatit ky nuk mund të fleturoj. Asnjë pjesë xhamarëve s'mund të fleturoj. Apo thot Allahu në Kur'an, ndihmoni me zveti. Çka ju tha pra? Çka ju tha Isa alayhis salam? Nxënësave të vet ose xhamatit vet? Ja ayyuhalladhina amanu kunu ansar Allah. Kunu ansar Allah. Kama qala Isa lil hawariyun. Nahnu ansar Allah. Ne jemi ndihmtar të Allah. Ne jemi ndihmtar të Allah. Kur i thaj, sikur më thon tash imami, bëhuni ndihmtar të Islamit, punoni diçka për din. Ata ishin vendosur 12 veta, po të vendosur than nahnu ansar Allah. Ne jemi ndihmtar të Allahut. Sikur i thot xhamatit imami se prisje se ai kalifja që i udhëheq, burra, ape bëjmë një punë? Ape bëjmë një punë? Po, a jeni të gatshëm me bashkëpunu diçka, me bënë diçka për Islam? Kur t'ju thot ky, ju do të me thonë, nahnu ansar Allah, ne jemi ndihmtar të Allah, jo që Allah ka nevojë për ndihmën tonë, jo. Po përmes kësaj, jep me kuptu që na duhet me kontribu për dinin tonë. Ndryshe kjo fe nuk hec. Ndryshe kjo fe nuk hec përpara. Për shembull, ky libër mos më pa bën sebeb dikush me shkruaj, nuk i shoh në dritë. Mos më pa bën sebeb me shtrydh pak mund e ku me harxhu ko, nuk ish bën. Po e marr shembull këtë libër, po ka edhe libra tjerë. Pastaj, mu financu me shtypshkronja dën të paguhet, boja du të pagu. Nuk po thamu nësi se edhe truni, inteligjenca du të mu pagu, po s'po thamu dhe kjo heq, po mu për llogarisë ato, vetëm aspektin material që ka preket. Wallahi dine shumë mirë se Amerika është shteti më i fuqishëm në botë. Veç Amerika don paro miliona, miliarda euro për njerëzit e dijes. Kurse na njerëzit e dijes i shkelin me dy kam. Njerëzit e dijes i shkelin me dy kam. Kur dihet se dia, çka ka thonë Allahu për diturin? Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë? Normalisht që nuk janë të barabartë. Sa ai që din, ai që ka taban, basament, din me organizu, është kokë si i themi ne. E Islami do të koka, do njerëz intelektual. Si shto të Lizet Begovici, Zoti pas më shëru, ka qenë kryetari i Bosnjës atëherë, ka organizu Islamin din shtet ka shti. Thot librin ti Islami ndërmjetindjes dhe prandimit, thot neve na duhen hoxhallar intelektual, na duhen musliman të lapsit, të letrës, dijes, na duhen doktora, profesora, njerëz që na dritin fytyrën kudo që janë nëpër administrata të larta. Ne na duhen këta njerëz. Na çka bojnë? Këta njerëz që janë dijes, i shtypi me shkeli me kam tona. Nuk i përkrahim, nuk i mbështesim. Vjen një dietar, apo vjen një musafir, apo vjen një profesor doktor, edhe nuk di me ndëru ç'është duhet. Vallai në kalumen përpara,
kur kanë ardhur hoxhallar, kur janë hinë në xhami, që janë hinë xhamati janë shumë kam. Janë shumë xhamati në kam, shenjë respekti. Pra, ku du me thonë të ajo. Pastaj, dini vëllezërit e mi, dini o besimtar, o musliman, dijeni se po të ishte kjo vepër që shpalos diçka për Vatikanin, për krishterizmin, Vatikani do të më kishte qumë mu, më kishte thonë, unë 300 kopje kam bërë këta. Do të më kishte thonë Vatikani, apo do 3 milion kopje, veç që legujen, apo do edhe me korica, me trasha, vetëm ti shpërndaj dhe puno për me përhap krishterizmin. A na si musliman, çka bojmë? Vallaj që ky libër, pse, a di pse e mora që libër, pikërisht që se janë edhe tjerë. Vallaj gjysma që ti libër është pagu për një kështere, a dini këtë sen, a është tërpë kjo. Edhe dini si ka emri Roberto. Unë po thëmë Zoti është përbleft, po thëmë se Zoti është problem këtë dunjo ato, se ka kontribu dhe ai, anë kupton. Edhe kur thash libër Islam, edhe në po që jemi mon, thash, subhanallah, pse jo mërë tha, këto pas ka tema interesante për mu zhvillu njerëzit, me menu njerëzit, mu zhvillu aspekt intelektual tek njerëzit. Edhe alhamdulillah, shumë mira. Kur jam shku të disa musliman, kur i kam thonë liber, ka thonë shkakja. As nuk e merë me lexu, me thonë, për që lexoj më titull, që shkakja. Unë e bona si shako me një xhamat ku isha dje një ligjerat, thash, ku i ka thonë ai shkon kjo e Buhanifja, Qeremite ka thonë është, i ka thonë ai, unë s'pendit, Zotin e ka morja ka më shumë kryt tim, i ka ratë fikt, ku i ka dojtë fiktit, ka thonë valloj njeva, diçka që ta është. Ku do na me arrit, na kur fjalla e parë në Kur'an është ikra, me lexu. Ikra, lexo. Sa për nesh kem libra në përshpit, dikush ka. Sa për nesh kem mbi 50 libra në shpit. Nësë po thamë 100, po 50. Sa për nesh pe atyre 50 librave kem lexu 10. Qysh po mendon ti, qysh pe paramendon veten? Kemi një në anë pra fe pa intelekt, kurse në anën tjetër kemi jo fe, por me intelekt edhe po na mujë. Se kanë intelekt. Zjarësia ju e dini që veçuria bën shumë gjana. Kurse njerëzit e pa zgjut, njerëzit e pa mençëm nuk mund me bë kurrë gjë, sepse s'kan ide mas pore. Pa ide nuk mundesh me arrit deri tek gjëra konkrete. Na e kemi edhe librin e 5, Fuqia e Xherimit. Një libër i mrekullueshëm, janë 30 tema. Me pa qysh duket agjerimi e Ramazani, e dikri, e namazinat, se tëna, me pa qysh duket edhe në shkrim. Unë vdes më hanë dheu, libri jeton, në shekuj, e lexon nipi, jatë stërnipi, jatë djallit, e tjere, dikush e merret bën ligjerat me një tim. Dhe ashtu i harin me gjenerata. Jo veç xhamati juaj, po të gjitha xhamatet e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, e Evropës, e Mërgatës, e Magjanë. Shikoni çfarë punë e mollë, me pak sen. Me pak sen. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, rune veten prej zjarrit të xhenemit, qoftë me një kokër hurme. Me një kokër hurme, ka pas për hoxhallarëve ju dini shumë mirë kush përcjell shumë ligjërata, kanë thonë me 1 euro mundi me marru xhami. Me 1 euro mundi me marru xhami. Po me qatë 1 euro ju mundi me marru dhe gjona tjera, mundi me botu një libër islam. Me 1 euro mundi me rinovu krejt xhami, me ndreq krejt xhamin edhe për jashtë atje të libër. Me 1 euro mundi me bo gjona madhështore, gjigante. Krejt është pyetja, hoxha i mirë do të me konë edhe i zgjut, me njoh shkenca, me konë menaxher. Hoxhallarët përpara e dini çka kanë qenë. Se unë po flas për eksperiencës të leximit. Përpara, për shembull, Hoxha Kadri Prishtina, a di çka ka qenë ai? Ai ka qenë jurist. Tona letra, domethënë dokumentat e krejt vilajetit Kosovës ai ka vënë. Edhe tona dokumentat, diplomaci më të fuqishme e ka luajtur një hoxh pra. Shikoni çfarë hoxhë. Tamam ky. Si hoxhallarët duan
për me hecë Islamin përpara. Ka pas hoxhallar që i diun biznesmena në atë kuptim për thëmë të mirë fjallës, që kanë bo administrim të ekonomisë dhe kanë ndërtu xhamije, kanë ndërtu universitete e medrese. A dini ju, unë kam bo një student, a dini ju sa medreset i ka pas Prishtina? Sot vesh një ka, por të kalumen, a dini sa i ka pas? Për dikun rrët 200 ka pas. Medreset. Vogla, nësë po thëmë dojë, po vogla mo kanë lujtë rrët shumë pada, ka pas institute, edhe qytetet tjera, Prizreni, ajo, kanë pas mejtepe, a të qka e mejtepe në xhami që janë, si mi mësut mi. Pra, ajo ka qenë si shkollë fillore, pastaj ka shku në medrese, te i mejtepit ka shku në medrese. Po atë edhe medrese kanë qenë shumë të organizuar shumë fort, aty mësu dhe matematika, geometria, fizika, mësu Kurani. Tash pse na jena bo kaq pasiva, ju dini një dietar i njohur Ibn Qayyim el-Jauzi rahimullah, Zoti pas mëshiru, ka shkruar shumë. Sot hoxhallarët me dietra mira, hoxhallarë që mojnë ligjërata në përditjen e xhumë thonë, ka thonë Ibn Qayyim el-Jauzi, librin e tij Zadul Ma'ad, furnizimi për botën e përhershme, ka thonë Ibn Qayyim librin e tij për mjeksi, kështu, ka thonë ai. Pse për vëlla? Pse për imam i dashur nuk po munduash ti vetë me bën diçka autentike, me marr krejt idetë të tjera me nxjerr diçka për sot, për shekullin 21. Vallai ka që i nxjerrin sot. Po ka që ju flenë do shkrimet e tyre gjumë sepse xhamati nuk e përkron. Unë jam kundër cigarxhive, që pin cigare. Nuk jam kundër tyre. Po vesh duhan për shembull sa pin musliman me ndjerë që të pore, jo një libër, po çdo muaj xhamia ju i kanë libra këshit. Çdo muaj, ka 300, 400, 500 kopje. Dhe me qit atë emrin e xhamisë tuaj. Edhe kur t'ju lexohet emri xhamia filan u bos se bet çit libër me qit Islam dritë, ton bota kam ju marr juve shembull. Ton bota. E kam e thon mashallah, çfarë musliman fort po kanë ta. Edhe bëja bleka me orë me vizitu xhaminë e tyre, se pas ka burra jo gra. Pas ka rregjullu një rrugjelin, pas ka burra jo burreca. E, ky din dën burra, 2 veta e më konë që kanë qenë shomin, 2 veta. Ubejd në Gjerrah dhe Halid ibn Walid. 2 burra ton shomi i sotëm që është, që shobo tash, pse? O bo që ashtu pse? Sepse ka hilja. Jënë të morë me sene këtë. Jo ky mjekër ma gotë, jo ky ma shkurt, jo kon të kështu jo ashtu. Jo ky kështu jo ashtu. Jo ky bardh, jo ky zi, jo ky ka orë për ati, jo ky kështu përçan muslimat në të. Jo tha unë jem berber, jo tha unë jem spanjoll, tha jem i gjakut royal, unë meritoj mu dheq. Jo ky kështu hini përçarja, hini hilja, u përçan me zveti. Por Allahu çka tha në Kur'an? Tha, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bashkohuni me zveti, mos u përçani. Xhamatu rahma wal farqatu ladha. Xhamati bashësia, uniteti me njëri tjetrin është mëshirë pe Allahit. Përçamjet janë dënim prej Allahut. Dini xhamatin ndershëm se kur tini përçam, dini se ka ju vjen një dënim shumë i madh pe Allahit. Kur tini bashkum, dini se Allah ju ka zbret bereqet shumë të madh te ju, edhe te fëmijët e ju, te familjet e ju. Koç vallahi s'podini që shkon bashku bre. Ky kështu, ky ashtu, ky kështu. Mas poret e vetjen nëse. Nefsi. Ja nefsi, nefsi, nefsi. Ja ayyatuha an-nafsul mutma'inna. Thot Allah në surën Fajr. O ti shpirt i bindur plotësisht. Ne na duan musliman që janë të plota, që të bindën. Po bindshmëria nuk është i zor, nuk është tet. Muslimani do të me kanë i qëndrueshëm, stabil. Dhe jo i luhatshëm. Muslimani kur të jep fjalën, do të me çon vend. Kur të premton me majt premtimin. Nëse ai nuk e marr premtimin, vjen një shaj munafikut. Dhe çka thot Allah në Kur'an për munafikat? Innal munafiqina fi darkil asfali min nar. Munafikat janë shtresën më të fundit zjarrit të xhenemit. Ky Islam don burra, siç ata thash edhe ne. 3 vjet prezantojnë xhami. Edhe ta thonë çdo xhami që shkojnë. 3 lloj personash prezantojnë xhami. Mone merr këtë gjë, ha? Unë këtë sen për javë thonë atyre muslimanve që kanë iman në zemrat e tyre, dhe që janë besimtar për javë thonë këtë sen. Që mësmeron viktim e disa diletant dhe charlatant.
Tre lloj vetë prezantojnë xhamin. Në një besimtari që vjen për hir të Allahut në xhami. Dhe me bën diçka, me zhvillu diçka, me punu për Allah. Në dy, kush vjen? Vjen ai dyftyrshi, që e ka fen vetëm sa mu dukte njerëz, edhe me i thon filani djali mirë, filani burri mirë, filani haxhi mirë, ka ndresh to, ka bua to, ka kështu,